Partia opozitare shqiptare BDI ka vazhduar me akuza ndaj qeverisë në përgjithësi e ndaj vlenit në veçanti, duke i përdorur shenjat matematikore të krahasimit. Ata kësaj here janë përplasur për punësimet e fundit në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Sipas BDI-s, në konkursin e fundit janë pranuar 549 policë të rinj, ndërsa theksojnë se më pak se 40 janë shqiptar. Kjo përbën sipas tyre rreth 7% të numrit të përgjithshëm. I njëjti disproporcion shtojnë ata varretja dhe gjashënimit të ditës së policisë, ku nga 30 policët e dekoruar si më të mirët, vetëm një ka qenë shqiptar. Policia ishte një nga institucionet kryesore ku marrëveshja e Ohrit solli ndryshim të thellë në përfaqësimin e shqiptarëve. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendos si standard kushtetues pikërisht për të siguruar që institucionet shtetërore ta reflektojnë karakterin multietnik të vendit. Sot, 25 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, të dhënat nga MPB tregojnë një kthim prapa në këtë proces. Më pak se 40 shqiptar nga 549 policë të rinj dhe vetëm një shqiptar nga 30 policë të dekoruar janë tregues konkret të kësaj politike. Ndërkaq, kalkulatori i zëvendës ministrit të punëve të brendshme, Astrid Hiseni, nuk tregon kështu. Ai thotë se në konkursin e fundit kanë qenë 496 punësime, prej të cilëve mbi 70 shqiptar. Por le ta kujtojmë edhe një fakt tjetër, kur BDI-ja ishte në pushtet dhe kishte edhe zëvendës ministër në MPB, ministri i atëhershëm në paraqitjet publike u ambyllte gojën dhe nuk i lejonte të flisnin. Sot të njëjtët që atëherë heshnin na shesin moral e drejtësi. Le të vazhdojnë me gënjeshtra. Ne do të vazhdojmë të përgjigjemi me fakte, sepse përveç atyre që vet u besojnë gënjeshtrave të tyre, vështirë se ka mbetur dikush tjetër që u beson. Pretendimet e BDI-s Hiseni quan shpifje dhe gënjeshtra, duke theksuar se faktet i demantojnë ato njëra pas tjetrës. Ai akuzon BDI-n se çdo ditë del me pretendime të reja, ndërsa sipas tij ato rrëzohen nga faktet.